Jemi rikthyer në rubrikën WhatsApp që është në fillim të emisionit, prezantova mysafiren që do ta kemi të ftuar në studio. Me qenë se ka një ditë që gjendet në Prishtinë, nga Tirana, e kemi ftuar të jetë në studio Encën. Mirë se erdhe dashur. Mirë se ju gjeta, më vjen shumë mirë që erdha më në fund. Më në fund, ka ku që nuk e qenë? Ka disa muaj në fakt që nuk kam qenë në Prishtinë, edhe mendova që kur të vinte koha të kthehesha pranë Prishtinë, do kaloja disa ditë patjetër, por që nuk vi shumë shpesh, ama kur vi sa për gjithmonë. Kur vjen gjithmonë dalësh tani senishi. E mbaj mend edhe herën e kaluar për intervistën tënde të parë të mediave në Kosovë, që ka qenë në emisionin një parë që kemi po pash. Në Prishtinë për vizitë për shef apo puna? Kësaj herë më ka lidhur puna për ardhjen në Prishtinë, duke qenë se jam duke incizuar disa materiale dhe këngë të reja të studiot e Zap & Chris. Kam disa surpriza të reja sigurisht, po përgjithsisht kam ardhur për punë. Okej. Me qenë se kënga po të pëlqen, më pëlqye tejet mase, mori edhe hodh ndërkombëtar, ishin edhe shumë njerëz të vendeve të ndryshme që pëlqyen edhe filluan të përcjellin Encën në rrjetet sociale, të klikonin këngën, të bëheshin video të ndryshme, tregona pak fillet e kësaj kënge. A ke pritë që do të ketë këtë sukses fillimisht? Në fakt, kjo këngë ka një histori më vete. Kënga si audio ka filluar të punohet që në dhjetorën e vitit kaluar, edhe pati disa transformime gjatë punës, pati disa versione, derisa arritëm të versionin përfundimtar, derisa sigurisht më qishte versionin më mirë. Gjithashtu, edhe klipi ka dashur shumë kohë të realizohet, disa muaj e thjesht planifikimi i projektit edhe i skenave dhe realizimit, post-produksioni, kështu që për mua ka qenë një punë që e kam bërë me qef, por megjithatë edhe më ka shkaktuar shumë lodhje dhe stres, por që në një farë mënyrë u shpërblye, sepse ne prisnim, kishim një pritshmëri normalisht për këngën, pasi çdo producent dhe këngëtar ka një pritshmëri bazuar në eksperiencë dhe më parshme, ama pritshmëritë tona u kaluan. Edhe na trego pak për bashkëpunëtorët e këngës, cili ishte producenti që e bëri këtë Producentët e këngës janë Zap & Chris, teksti realizuar nga Rozana Radi. Okej. Edhe videoklipi për i cilit produksion ka qenë? Videoklipi nga Max Production. Po sigurisht në çdo pjesë të realizimit të komplet projektit kam pasur prekjen time, le të themi, sepse për mua është vërtet shumë e rëndësishme që në çdo projekt timin të jetë pjesë e Encës, shpirtit e Encës edhe ajo që dua unë të përcjell. Nuk është se punët e mia thjesht e lë në dorë, okej, tek shkruaj se do bëj këtë, ju bëni punën tuaj dhe jo. Është gjithmonë punë në grup edhe përfshihem shumë në punët që sjell. Okej, nëse flasim për këngën apo pëlqen. Cilat kanë qenë ato detajet që i ka kërkuar më shumë të Enca, qoftë në tekst, qoftë në klip, qoftë në muzikë? Çka ke kërkuar më shumë ti prej bashkëpunëtorëve? Në fakt, objektivi im dhe i bashkëpunëtorëve për këtë projekt ka qenë që të realizonim një këngë që do të ishte kënga me cilën do të argëtoheshin shqiptarët këtë vit. Donim një këngë, nuk donim një këngë të lodhshme ose me mesazh social, donim thjesht një këngë sepse njerëzit shpesh edhe shumicën e kohës në fakt kanë nevojë të argëtohen, kanë nevojë just chill and have fun. Kështu që ky ishte objektivi jonë dhe besoj që e kemi realizuar. Okej. Kjo këngë është klikuar shumë herë në YouTube, në kanalin tënd, deri ku kam mbrit deri më tash numri i shikues? Afër 4 milion diçka tillë për një muaj. Okej, e di që e kam parë shumë herë, e kanë klikuar, e stër klikuar, po e di që nuk do ta ndronin kanalin nëse e kërkojmë prapë me pa këngën. Kështu që po e shohim edhe një herë Encën dhe këngën e saj apo të pëlqen, edhe rikthehemi pastaj flasim edhe për një version tjetër të kësaj kënge. Njëra prej këngëve që na ka përcjell gati gjatë tërë verës. Janë bërë shumë video prej shqiptarëve, prej njerëzve nga mbar bota edhe Enca këto video cilat kanë qenë pak që kanë imituar Encën, nuk i ka marrë as pak me nervoz, përkundrazim duket që edhe i ke postuar ato në rrjetet e tuaja. Ka pasur mori videosh për të këngë, ka pasur parodi, video parodi, që para se dilte kënga, që me video trailerat, edhe këtu janë një shtytje shumë e madhe në fakt që u bën këngës. Unë nuk e kuptoj pse dikush mund t'i merrte me negativitet apo mund të bëj nervoz për këtyre videove, mua thjesht më duket diçka funny,
dikush i ka pëlqyer këngën, ose dikush i ka bërë përshtypje diçka në video apo në këngë, për një video sepse tek e fundit i shijon. Edhe tek e fundit ka marrë vëmendjen e këtij personi përderisa e ka bërë këtë video. Edhe lirisht nëse mund të them që kjo ishte kënga me cilën Enca e preku suksesin më të madh. Ndoshta kështu mund të themi. Ashtu është, deri pas disa muajsh. Domethënë, preseve diçka tjetër. Çka të shtyu të po. mendosh për realizimin e versionit anglisht të kësaj kënge? Në fakt, shumë njerëz, më shumë se gjysma e ndjekësve në rrjetet e mi sociale janë njerëz të huaj nga shtete të ndryshme dhe pafund njerëz pyesin çfarë do të thotë apo të pëlqen. Ka shumë njerëz të huaj që e këndojnë këngën, ups, po pëlqen, por që nuk din as kuptimin, edhe për të shuar kurreshtin dhe për të realizuar një dëshirë të shumë njerëzve që kërkojnë një version anglisht, menduam ta realizonim dhe atë. Okej. Edhe kur do të jetë gati ky version, kur pritet të dalë? Versioni anglisht besoj të dalë javës tjetër. Është me bashkëpunëtor të njëjtë, nxëzuar në studion Është e e njëjtë, njëjtë? po. Okej. Edhe nëse flasim pak edhe për mediat, për portalet, për shkrimet e ndryshme, a ka ndonjë koment ose ndonjë titull revistash ose portalesh që e kanë ngacmu pak Encën, nuk i ka pëlqyer edhe shumë? Po përgjithsisht, unë jam e ndërgjegjshme dhe vetëdijshme për atë çfarë i lë publikut edhe mediave të flitet për mua. Edhe gjithmonë i marr parasysh pasojat edhe të gjitha llojet e komenteve. Besoj që mediat serioze gjithmonë kanë bërë punën e tyre dhe asnjëherë nuk lënë vend për lajme shaka ose lajme të pavërteta ose lajme të pakonsiderueshme. Kështu që mediat serioze janë mediat serioze dhe nuk më prish punë komente apo lajmet në të tilla media, përsa kohë që janë lajme zyrtare. Okej. Ne po ndoshta nuk ja vlen ta themi, mirë po ka qenë një prej lajmeve që ka hutu shumë prej fansave ta themi të Encës. Një lajm që shkruan që Enca është 16 vjeçare. Okej, ky lajm duhet të ketë 2 vite. Sepse i vije që nuk është Enca 16 vjeçare. Jo. 16 vjeçare kam qenë para 2 vitesh, tani jam 18 vjeç, ka shumë njerëz fakti, kam lexuar që ka shumë njerëz që shkruajnë është 15 vjeç, është 18, është 20, jo, jam 18 vjeç. Edhe Encën e kemi me jetesë në Tiranë, ndërkohë po mirret edhe me studime. Jetoj në Tiranë, ndërkohë ndjek studimet universitare, jam në vit 2 të universitetit të vit. Jam një dose shkëlqyer. Gjithashtu shkollën e kam me shumë pasion e dëshirë. Sigurisht primare për mua është muzika, megjithatë është shkolla shumë e rëndësishme dhe në një të ardhmet largët e shoh të lidhur shkollën që po bëj, studimet që po bëj me muzikën. Okej. Kush është ai personi që i rrin Encës gjithmonë afër, edhe po e di unë, po t'ju tregojmë edhe publikut, që e ndihmon Encën çdo, që jep këshilla në çdo hap të saj? Po sigurisht. Ja, është rrethi shoqëror, është familja, është shoqja ime ngushtere që ka ardhur sot me mua dhe personi kryesor që e kam gjithmonë mbështetjen më të madhe dhe kritikën më të madhe është mami. Okej. Ndërkohë me qenë se Irën e kemi këtu, padyshim që i prezantojmë edhe publikut shoqen e Encës. Në ndërkohë, kur flasim për këtë verë, si ishte kjo për ty përpos shijimit maksimal të këngës, pa te mbrëmje, ku argëtove publikun? Kjo verë ka qenë vërtet shumë impenjative për mua, sepse në fakt më shumë se gjysma e verës më ka shkuar duke përfunduar këto projekte, si klipin e këngës së Noizit, si klipin e Apo të pëlqen, edhe kam qenë shumë e impenjuar dhe kisha të sigurt që mbas gjithë kësaj lodhe të madhe këtë vit, një gjysmë muaj verë që më ngeli do të dedikoja vetes edhe familjes për disa pushime, edhe sigurisht jam marrë ndërkohë me disa projekte në shkallë më internacionale, prandaj edhe nuk kam zgjedhur të flas shumë, megjithatë për sa i përket angazhimit të mbrëmje dhe eventeve, unë tani filloj turin tim, edhe do të jem aktive në shumë qytete të Shqipërisë diasporës. Okej, në Kosova do të kemi? Sigurisht po. Okej. Përmendje edhe bashkëpunimin tënd me Noizin, do të jetë kjo një bashkëpunim i fundit që ta kesh ndonjë këngëtar apo po planifikon edhe diçka? Tregona planet se po dojmë ditë çka kemi për Encës. Okej, bashkëpunimi me Noizin ishte definitivisht një nga projektet e mia të preferuara personale, edhe do të kemi bashkëpunime sërish. Ndoshta jo shumë afër, por në fakt një këngë që është bashkëpunim ku unë jam e ftuar, që është vërtet këngë shumë e veçantë dhe jam e sigurt që do ta pëlqeni, është një nga projektet për të cilat po punojnë në Prishtinë. Është një këngë ku unë jam e ftuar, kënga është Emozik,
edhe jam e bindur që t'i pëlqej shumë. Për këtë nuk kam koment. Nuk të tregojmë me kë është bashkëpunimi? Bashkëpunimi është me Mozik, që është një rapper, i ri si në mosh edhe në karrierë, por që është një nga rapperat më të talentuar që unë kam dëgjuar shqiptar. Me qenë se pas ke shumë këngë në plan t'i realizosh, ke mendu për ndonjë album? Sigurisht që albumi është në planet e afërta, besoj që nga fillimi i vitit tjetër do të kem edhe një album, duke qenë se është projekti një nga projektet më të rëndësishme në karrierën e një këngëtare, është një finalizim e një sezoni karriere, kështu që me zhua prezë edhe për albumin, por besoj do të kem dhe disa single tjerë përpara se të dalë albumin. Do me thonë Enca, nuk mendon që është e pavlefshme të realizosh album, sepse kohëve të fundit shumica këngëtarëve kanë filluar vetëm me singlat punojnë, sepse për arsye të piratirisë albumi nuk është se shumë po punohet prej këngëtarëve, por ti s'duket e kem plan, Është e vërtet, megjithatë një nga pikat ku unë synoj edhe këm gull më shumë është që çdo gjë ta bëj në mënyrë profesionale në karrierën time. Albumi është, siç e përmenda, një nga është vërtet një album, siç janë albumet e fotografive, është vërtet një përmbledhje shumë e rëndësishme e punës së një artisti për një sezon të caktuar të karrierës së tij, dhe unë sigurisht do të kem një dhe shpresoj që më shumë albume. Ka të bëj pasaj shumë mënyra e lançimit edhe bashkëpunëtorët të cilët i përzjedh për të punuar për albumin dhe shpërndarje, megjithatë duke qenë se siç e përmenda që jam duke marrë me disa projekte në shkallë më internacionale, besoj që albumi do të jetë një zgjidhje e mirë. Kur e the për herë të parë këtë projektin me shkallë internacionale, thash okej, po e lë, po tash na përmende prapë. Tregona. Sigurisht ka lidhje me muzikën. Bëhet fjalë vetëm për këngë të reja, por si nuk më regoja mua, shtu ma merë mundi mua Blerona, edhe unë të gjërat avash avash. Por ka të bëj me muzikën edhe është quarja e muzikës time në një grad më të lartë. Kërkon një punë shumë të madhe, një impenjim shumë të madh, sepse nëse do arritje të mëdha, sigurisht që duhet punosh shumë më fort, por që ishte dhe kryzuar, dhe shpresoj që dhe gjithë shkoj mirë. Të flasim pak edhe për dukjen e Encës. Edhe në videoklip, edhe gjithmonë për paraqitjet tua, je pakës më ndryshe, se këngëtarët e tjera ke një stil veçantë, a ke dikush që përkujdeset për ty? Edhe këtu me siguri ke dorë, ti nuk jale në kri. Sigurisht që po. Për mua dhe për çdo artist të skenës dhe televizionit, dukesh definitivisht shumë e rëndësishme, është nga pikat kryesore. Sigurisht që kujdesem për pamjen time, sepse tek e fundit për kujdesja për pamjen është jo vetëm respekt ndaj vetes, por edhe respekt ndaj publikut që ty zgjedh të të shikojë dhe të ndjek. Punoj me stilist, veçanërisht me Niko Komanin, sigurisht që kam miq shumë këshillojnë vetja, po përgjithsisht përsa i përket pamjes së jashtme jam më shumë në atë stilin pop, me ngjyra, pak fun, cool, e kam gjetur veten mirë në këtë stil. Si çdo këngëtar që padyshim e ka një idhull, ta themi, kështu botror, edhe diko që e pëlqen shumë edhe dëgjon shumë, edhe jo që e imiton, po të paktën mundohet që të ketë diçka nga ai idhull, të ndjek hapat e tij ose saj. Ka Enca një person të tillë ndërkombëtar që e don shumë, e përcjell me vëmendje? Gjithmonë kam pasur idhuj, edhe për momentin kam shumë artist që i dua shumë, që i kam fiksim. Po idhull që mund të them idhull me plot gojën që e kam pasur për disa vitesh është Lady Gaga. Është definitivisht një nga artistet më inspiruese që kam pasur impakt më të madh tek unë si person. Edhe ndoshta me muzikën nuk kemi shumë të përbashkëta, megjithatë, siç e thash, më shumë të inspiron mënyra se si punon një artist se sa të marrësh ose të huazosh pjesës atë. Folim pak edhe për pjesën tjetër, jo për muzikën, jo për studimet, për jetën shoqërore të Encës. Del në Tiranë, e pëlqen jetën e natës në Prishtinë, a e ke shiju ende? Trego. Ende nuk e kam shijuar, që është e vërteta. Në Prishtinë ende nuk e kam shijuar, kështu që po pres që miqët e mi të më shoqërojnë në jetën e natës në Prishtinë. Nuk jam frekuentuese, nuk jam shumë e vënë pas jetës natës, që është e vërteta. Edhe në daljet që bëjmë me shoqërinë, thjesht si person nuk jam person që më pëlqen
të dalë në vende të mëdha ose nuk jam shumë edhe në pasparti, po kam një grup timin të ngushtë njerëzish që frekuentoj gjithmonë, edhe jam pak më e qetë në këtë pjesë. Ruaj atë pjesën time crazy për në klipe. Po ti mund t'jesh e qetë, po sot është e premte. Edhe në Prishtinë të premteve duhet me dalë. Kështu që besoj që mes do të përcjellin sot, ose do të tregojnë mes të Prishtinës se ku bëhet mas miri edhe ki me dalë. Po, era do ma tregosh. Besoj që po. Fundjavat gjithmonë kanë organizime shumë të mira në Prishtinë, kam dëgjuar. Së shpejti do t'jem dhe pjesë e tyre, kështu që do t'i shijoj. Okej. Edhe, me qenë se jemi edhe minutat e fundit të kësaj pjese, besoj edhe kolegja ime Dona nuk e din që se ka ndonjë pyetje për ty, Enca. Mirë, unë paraprakisht desha them që sot është e enjtë, nesër do t'jeshtë dhe nesër nuk dalim po ashtu. Dhe unë po mendoj që duhet nisëm në aeroport nesër. Po normali shumë e dalë, për që ata do isha me qenë sot e premte. As e enjtë dhe nuk bëhet mirë në Prishtinë, prandaj edhe sonte mund t'jemi diku për kafe të pakte. Unë mendoj që kushdo që do t'ja kaloj mirë, e gjenë mënyrën edhe qefin e bëjmë vetë ne. Mirë, çfarë e bën Encën të lumtur në Prishtinë, kurdo që është? Po, një pjesë shumë të madhe të karrierës time. Sepse shumica e këngëtarëve që vinë nga Shqipëria thonë që këtu ndihen si në Tiranë njëjtë. Është vërtet shtëpi e quaj unë, sepse të ke fundit shumicën e produkteve të fundit muzikore unë i kam realizuar në Prishtinë edhe është vërtet një shtëpi e dytë. Në momentin që ti bën muzikë në një vend dhe ndihesh e lumtur, mund ta quash shtëpi e dytë. Kam miq shumë të mirë këtu, edhe gjithmonë ja kaloj mirë. Nga regjia na bën me dije që ne duhet këtu ta ndërprejmë këtë takim, sepse tashmë kemi marrë minutat e fundit. Dashur, faleminderit edhe një herë shumë, po të uroj suksese. E di që do t'i kalosh pak muaj që do të vesh në Prishtinë, po kur do të vesh prapë do t'jesh këtu. Absolutisht, besoj për punë ditësh do të jem sërish në Prishtinë, kështu që më prisni. Okej, faleminderit edhe një herë, shumë suksese. Faleminderit.